shenjë tepër të madhe partive politike që ta qesin gishtin në kokë dhe të menojnë kanë me qitë për kandidat. Unë mendoj se ka qenë një garë paka shumë e balansume, që të thotë se kandidatë kanë qenë të tatuja që janë edhe i treti, i dyti edhe i pari, parakorsisht se me thotë njëjtë për rezultati, mund ka bevazu atje për Drenasi. Pse? Sepse edhe pse ishte ai, si me thonë kundaj, po thotë që jam me PDK-s, në partitë PDK-s, por ishte kundër dëshirës dhe propozimit të partisë PDK-s, ai fitoi votat. Dhe kjo do me thonë, i ka dhënë një simbol, një shenjë tepër të madhe partive politike që ta qesin gishtin në kokë dhe të menojnë kanë me qitë për kandidat. Do me thonë, pse ti se donë dikon, populli e donë dhe e voton. A mendon logjikisht që Partia Demokratike në Drenas në fakt ka fitu me fitoren e zotit Ladrovci? Unë mendoj jo. Ka fitu si parti, sepse edhe ajo është natë parti. Po hiq me larkë se para një kohë... Me këtë rast, Udhëheqësia e partisë ishtë dashme në Dorëheq. Udhëheqësia e partisë e PDK-s, që ka caktu kandidatin tjetër, e jo Ramizin do thotë, ata s'kan pas simbole, s'kan pas shenja, s'kan pas djeni se Ramizi është i fortë aty dhe duhet me vendosë Ramizin, jo t'i kom tjetër. Apo mendon me Imrikasi që të me dhonë Dorëheqje? Unë mendoj se ishtë dashme. S'po thonë Dorëheqje, për një përgjithësi të madhe, po.